Ardian Kastrati, 56 vjeç, banues në Kçar të Poshtën, përfundoi në prangat e policisë. Specialistët për hetimin e narkotikëve ekzekutuan urdhrin e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për ndalimin e 56 vjeçarit të shpallur në kërkim, pasi gjykata e posaçme e apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar e ka dënuar këtë shtetas me 7 vjet e 4 muaj burg dhe i ka mbetur për të vuajtur edhe 2 vjet e 7 muaj e 18 ditë për veprat penale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, bën me dije policia e Shkodrës në njoftimin për shtyp. Gjatë 24 orëve të fundit përfunduan në pranga edhe një 30 vjeçar me inicialet VT, një 29 vjeçar me inicialet AP dhe një 30 vjeçar me inicialet EV, të 3 banues në Shkodër, pasi gjatë kontrollit me automjetin që lëvizdin, shërbimet e patrullës së përgjithshme gjetën një sasi lëndë dyshuar kokainë, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale së bashku me automjetin dhe 3 celular. Gjithashtu shtetasi VT ishte duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Ndërkohë janë referuar materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një 42 vjeçar dhe një 31 vjeçar të dy banues në Tiranë, pasi policia i gjeti lëndë të dyshuar kanabis që u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e krimeve në Shkodër arrestuan shtetasin NR, banues në Vleran, pasi ushtroi dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes, ndërsa janë referuar materialet në prokurori ku nisi procedim në gjendje të lirë për një 66 vjeçar, pasi është kallëzuar nga një 34 vjeçar banues në Shtoj të Ri se ky shtetasi ka shkatruar me mjet fadrom gjysmën e një objekti në pronësi. Procedim në gjendje të lirë nisi edhe për një 17 vjeçar, pasi policia i konstatoi një shkop metalik me palosje si ato të forcave speciale policore që u sekuestrua si provë materiale. Në thedh, specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori pasi 35 vjeçari me inicialet DH, banues në Gru të Re, ka kallëzuar se i shëmbur një mur mbajtës në pronën e tij në lagjen Gjeçaj të thethit. Nga veprimet e para hetimore, ndërkohë dyshohet se muri është shëmbur si pasojë e rrëshqitjes së masivit të dheut. Në Vallën e Deus referuan materialet në prokurori për një 38 vjeçar banues në Dushaj për veprën penale të keqpërdorimit me keqdashje thirrjeve telefonike, pasi është kallëzuar nga një 29 vjeçare se ky shtetas e ka shqetësuar nëpërmjet telefonit. Një 68 vjeçar u procedua për pushtim të tokës pasi ka rrethuar me rrjeteli një tokë për cilën pretendonte se ishte në pronësi të tij. Një 56 vjeçar u procedua për kanosje pasi dyshohet se përmes telefonit ka kanosur një 44 vjeçare për motive të dobta. Materialet për këtë rast i kaluan prokurorisë për veprimet mëtejshme.